Miku im I çmuar. Nëse Jezus Krishti nuk është Zoti I jetës tënde dhe shpëtimtari I jetës tënde, kjo tokë në cilën ti po jeton sot, është vendi më I afërt që ke qenë ndonjëherë me parajsen. Por nëse Jezus Krishti është Zoti dhe shpëtimtari I jetës tënde, apo tani në këtë moment ti e pranon si Zotin dhe shpëtimtarin I jetës tënde, kjo botë është vendi më I afërt që ndonjëherë ke patur me ferrin. Ti mund të thuash, po unë nuk besoj se Jezus Krishti është Zot. E din çfarë, miku im? Mbaj mend këto dy gjëra. Nëse nuk e pranon Krishtin Zot, jo se çfarë beson e çfarë nuk beson ti, por çfarë është e vërteta për Krishtin. Kjo botë në cilën ti po jeton sot do jetë më afër me qiellin se asnjëherë tjetër. Për shkak se pa Krishtin, ti do të shkosh në ferr. Nëse Krishti është Zoti dhe shpëtimtari I jetës tënde, kjo botë në cilën ti jeton është më afër ferrit se asnjëherë tjetër. Por ti do të shkosh në parajsë. Do doja të të bekoja në emrin e Jezus Krishtit duke thënë paqja e Perëndisë qoftë me ty. Jam pastori Paulin Vileti, pastori I qenës krishtere shqiptare në Tiranë. Çdo ditë të premte në orën 18:30 ne mlidhim te rruga Zenel Baboçi numër 37 këtu në Tiranë te qendra krishtere shqiptare. Në orën 18:30 çdo të premte unë do të ftoja që të vije të bëhesh pjesë. Jam gjithashtu pastor I qenës krishtere në Librazh. Nëse je nga Librazhi, të lutem eja çdo diel te qendra krishtere në Librazh në orën 11:00. Deri në videon tjetër, mirupafshim.